Jo se ka marrë qëtësën fare, se unë e kumë ty derën. Shko njëre që së në qemë, jam veteran. Është një zëtë që t'ka falë, për hirë që ati flamuri që ja u shvetu dikur. O, muzik live, ku punu muzik. Therë, heq. Atëheri kom njoftu policia. Jem kanë tjerë problem, jem kanë ikë të një stofi kejt, e me të punu. Ky lokal në të cilin po më shihni tani gjendet në Arllat, është në emër të Nugoshit. Ky i fundit pretendon se lokali ja ka lëshuar me qira, në mirëbesim, pa kontrollë në Beshalës. E ky i fundit lokali ka shfrytzuar për muzikë note. Momentalisht lokali pothuajse është në gjendje të shkatruar e asgjë nuk funksionon. Çka ka ndodhur? Ndiqni historinë. Këtë lokal përpara kemi shfrytzuar si familje, domethënë, to e kemi përdor si kafe normale. Kjerën kur është atje, kemi përdorë si autolarje për financimet familjes. Për sa kohë keni shfrytzuar për vete? Po dikon për 2010 dhe 2019 më zgabofsha kemi shfrytzuar si familje. Pastaj ke kysmet, u dajtëm si familje dhe si cilë u dhezet, edhe mu ma latën këtë lokal që e kam sot. Unë për veti se po shtarësëshme me punu veç vetë, se s'mojsha kisha punë të minja atje në Prishtinë. Dhe tash 2025-ën më ka njoftu familja që ka arë një kushi këtu, të ka ly, dhe më thatën se për shkak të lokalit. Edhe pse unë e ku pasi tablën për ipet me qera, shkova taj kushia, ajo më tha se me Beshala të ta lyp lokalin me qera. Mune ha me bisedu, e thira i telefon, u përgjegjë, dykon pas gjysore, arë të gjaminja kemi nalt atje, të gjamia dhe ardhë më ka marrë, më ka prunë këtu, e kemi këqyrë. Kemi nejtë dykon gjysore. Kur më të regoj se për lokali ka mërshu lokal nate, më të ka të regu, atëherë kom marrë e kom qitë në bërë. I kom thonë, këtu i kam naltë kushien. Pjesën tjetër janë faneqë, do më tjetër s'ma habë, dhe ta kish me dije se mujnë me të anku për shkak në muzikës që bon hatë. Tha jo, tha, s'është problem, tha se unë e kam atë vendimin me licencë, që pi thojnë. E kam tha licencën, kam drejt me qilë lokale, kam drejt me e regjistrojë, se kam atë probleme. Thjesht me një fjallë, në regull. Tha po, është qeshtja, tha që për momentin, tha nuk mëj me vendosë. Ka pashku hatë e shpija dhe herë, me folë tha me djalin. Ishtë sa hatë një i ditës. Tha shokej, në regull. Unë e me ta qëto, ishin disa bjeshtër të punu gjatë ullës këto, por rri me ta, kur u bërë dikon me ore gjys, erë dhe t'i dyti me njëtë së harejkës. Bajage, ato e prezentoj si shok, po të vërtet ato e kish pas artak. E bisedu të dikon 3 e gjys që ashtu, është bo pazar. Dhe unë i pa ta thotë, zëtni, mësë më mërë në qafë, qyshtë mirë rëmë qyrë të veshë, do vërin, që ashtu kam qef, mo, asi, ti të adho që jetë se do vërin, ma jep. Ti po thu, i na ullë tavolinë e kemi bo pazari. Po. Çfarë pazari keni bo ndër? Pazarin e kena bo 450 euro ka qenë mujore. Qiroja. E ka marrë me 14 korreg 2025. Deri në shtator 2025, dikon me 24-rin, jo marrë që to, therë, heq. Atëheri kom njoftu polician. Policia më kanë thonë se nuk mujna me të një mund kur gjanë. Se s'ki kontrol, s'ki kur gjanë. Hash po mirë, hash ako mundësi, hash me ditë, hash pse kur pa ndodhë diçka mak ma e madhe pangani. Tha, s'kem shka me të bo, tha, këshër, tha, gjoja nej shak. Se besi ko ka tha ushtari u qykës, shka tha denë se litë të u qykës, tha, dashta mas pat një ma dikush. Dhe më thonë ti e ke marrë qelsin mas 3 muje. Jo se ka marrë qelsin fare, se unë e kom thy derën. Pa, qëron e gushtit edhe shtatorit a ke marrë? Jo, me qëfar ti? Qëfar qëra, vishë që ta dhe finisha. A ke tentu ti me kontaktu? Heq, se s'ma qelë këtë telefonin. E ki që është që nuk e qelë këtë telefonin. Dhe në Facebook i kubi, e ti i shkru, po nuk ma ka qelë telefonin. Po të hava është ka e pa mëjshme, mu pas qasin rreth. Pasi që ka marrë lokalin, tek edhe një heri mi taku, kur ushtkallë të zahati, mu ka desht me ardhë, se prone jam e u duke me ardhë me këshu shkollë të bo. Se
pak kish mujt mu kollë lokali krejt. Thjesht me një fjallë vetëm një qera ma ka dho, as një cent ma shumë. Vish të 450 euro, se as një cent ma. Tash, rryma është e këput, ato që ujtë e për cilë për bonarit e vje këtu, eraja nuk është funksionale, brana ma e pat mjerem, thjesht nuk e di shka me bo për momentin. Me 24 shtator, unë e kum qenë që to, mu ka desht me qenë, me thy, e me hibrana, se asë qelësin s'ma ka dërzu. Po pagesat e rrymës e këtyne... Asë një, për ndryshe 290 euro krejt është. Që, 290 euro krejt e ki. Ta kalon bërgjë. Po, mund është me po edhe vetë. E plus, edhe mjeshtrin, bale që ka morë 2 herë, këtu, asë një cent se ka pagu. Për çka ka morë mjeshtrin? E ka morë për me lejshë rrydën. Asë një cent nuk e ka pagu. A ka kërku ty tani përgjithësi i mjeshtri? Po, që shpja bojmë nu. Edhe thjesht me një fjallë bale, ka morë të tërkosh nuk ku morë une. Ushtë e vërtet që une jam personi që lokali jami, po të ka morë të tërkosh. Të tërkosh e ke punë të bëru. Ju më kollë edhe të shmija, në Vukafës ato, edhe ato ndu një gru, tha sosh to, s'kam shamë të bo, zdi gjau, tha one. E pse ke vendos me bo publike ti? Pse e ku vendos se nuk po kam ku me cakat, thjesht me një fjallë. Unë e vetë vërshon se kam për mes avokatit, e me shku edhe në elekës. A ka mungu ty në lokal në isan kur ke hi me po? Po, Shka ka mungu? që po marrë shemëll. Shishat e birrës që janë kompletat, 14 copa nuk janë. 14 gajbe, një. E dyta, 2 tovolina i kam në rune. 2 kurrika si kam fare heq, ma kanë lanë një të presht. Ma kanë lanë një prez që nuk funksionon. Unë e kom marrë vetë agregatin, e kom përdor me këqyr si shka u punë ati. Rryma, sot nuk është ashtu qysh e kom lanë kur ahin qëto. E a ke provu ti më morë vesh për mes qatin dërmjesusi që t'ka njoftu ty me personin fjallë? S'kam shabe të bo. Vetë me fjallë, s'kam shabe të bo, kërkoj falje, s'kam shabe të bo. I baj thirrje në Beshalës, si ushtari është që kësë, është një zëtë që t'ka falë, për hirë që ati flamuri që ja u shbetu dikur. Baj thirrje, mirë vesh si njerëzë. Se e ke që ja fond s'ka. Ka rrajt për se gjoli, nuk kam në këshmirë me men, në gëmë. Jem konë të punu në atë. E ku morë lokalin në gësht. Pak me skorrikit e ku. E ku nëj, e tani më ka kodhë rryma. E kishë po s'keq, a kodhë rryma. Më ka thonë një farë rrugë që të e sheh. Një farë rrugë që të që komu hje ka sotit dhe komu bon ato në nej me një herë për 10 dit. E qironi a kom pagu. Për so muja ke pagu qironte? Për qatë muin që a kom nej. E Pem ku atë, Çelsin a ja ke dhonë? po më rëshësha. A je taku fizikisht a qyshe keni marrë Çelsin? Jo për vato, s'ko kush që e gjonë atë gjonë, e venda për Prishtina asë në latë të vend. Pa ishë nuk për ne ke kryt mija e mua të që ti pa që ka dush, e fol që ka dush, ne. Gjithë ka jem kone dhe s'ko njerë që së më qevu. Jam veteran, këtë njerë që dalu për lotit ku je që të ramë, dhe një fatë e bishohë, ka ndjeni. E ashtë të vërtit që edhe shpenzimet e tjera, rrymën, ujin, këto ja keni prish? Unë që edhe për që të sanë shkak ato ja kumë një frigorifer, që të një frigorifer të madhe ja kumë lonë, më mërë që to fort ku. E nuk u bajka asë për parking, asë për kursion, nuk u bajka se nuk u bajka lokal, jo për jetë, po për nuk qërta. Po hadhe e shko kur një tas, po të loshë më të shka. E në qëfar gjendje e ke lanë lokalin të si përfundim? Po ma primi, e të vëtë që të rakon që të këndë. O, vesh një muj dhe s'kum në e muatër, një muj. Si datë në WhatsApp që ti i ke thonë hajde takuën për qiro 900 euro me t'i dhone këto? Shaj këmë thonë, e kur sa në e mutit, e zrej për shaj këmë thonë? Jo voni i pashtë që ti i kishe thonë një jëm Turki, jo djallin e kom smu. Po jëm kode, po jëm kode Turki, që me thonë, po. Ama a ke pas me a thonë qiron, apo? Qiron që akum nej, akum nuk, kur që bërë që kam ati gjolit, edhe 400 euro, akum një frigorifer mrena, po. Për çka ke shfrytzu këtë lokalin? O, muzik live, ku punu muzik, ku punu punu. Lokal natë me... Apo? Po, bre, edhe më ka konë dhe kohë, kejtë ka konë instalimi atina, jashtë, problemi atina, ku sa ko jam, dhe ti. Aha. A kolla lokali, e më kanë zirë problem, e më kanë ikë të një stofi kejtë, e me të punu, ma kesh nuk i ko qatë, edhe e po se s'bon, aja punë,